ne u detyruam që të mësojmë në për ato shtëpi private dhe kjo ishte edhe arsyeja pse ishin prindrit e mi në fakt ata të cilët dëshironin që unë të kisha një shkollim më të mirë në një vend më të kuptohet më të zhvilluar siç ishte Anglia, më stabil ku nuk kishte probleme me shkollim. Ne kishim gjithmonë një person, ishin njëri nga ne që rrinte te porta e shtëpisë dhe shikonte mos po vjen policia. Çfarë viti ishte në Kosovë ndërkohë? Ky ishte viti 95, e lajmërova që prindrit e mi ishin pushuar nga puna si gjithë shqiptarët e tjerë për shkak se ishin shqiptar dhe në momentin kur ata e morën vesh që kështu ishte situata ime e familjes, ata kishin mbajtur një mbledhje në shkollë dhe kishin vendosur që pagesën që unë duhej ta bëja të mos ma kërkonin. Do thotë kisha fatin që ata më lejuan që të shkollohen pa pagesë në vitin e tretë të patëm. Çfarë ka ndryshuar në Angli ndaj shqiptarëve, krahasuar me këtë qasje që ka pasur fillimisht? Shumë dashamirëse. Unë mendoj që dashamirësia e britanezëve gjithmonë ka ekzistuar dhe ende ekziston. Unë mendoj që kjo lidhet ngushtë me zhvillimet politike. Është amplifikuar e keqja dhe jo e mira, se mund të ishte amplifikuar për shembull fakti që ti je barrister në Londër. Unë nuk isha në dieni rreth atij dominimit të meshkujve në profesion dhe klasës që dominonte. Në intervistën e fundit, kur edhe thash unë nuk do të vazhdoj më tutje, ishte në fakt nëna ime e cila më tha duhet të shkosh ta se ndoshta këtu e merr. Dhe aty në fakt ishte ajo intervista e cila rezultoi në një ofertë. Aty ku takohet zotësia me fatin. Edhe këngëzja mendoj është më Edhe këngulja të mos hiquri dorë nga ajo ëndra që ti pate që të bësh ajo zonja e rëndësishme që të shikonim në këtë profesionin si barrister. Me punë dhe përkushtim çdo gjë arrihet. Mirë se vini në Ilvatare Talk, sot kam kënaqësinë të sjell tek ju një histori që shkon përtej suksesit, një histori këngulje, identiteti dhe padyshim ndikimi real. E ftuara ime quhet Brikena Muharremi, është barrister në Mbretërinë e Bashkuar, që do të thotë avokate gjyqësore, do ta shpjegojmë gjatë intervistës. E specializuar me të drejtën publike dhe penale ndërkombëtare dhe ka të drejtë përfaqësimi në gjykatën e lartë në Londër. Një profesioniste që ka kontribuar në çështje të ndjeshme ndërkombëtare, procese që lidhen me Kosovën dhe Shqipërinë. Por historia e Brikenës nuk fillon në sallat e gjyqit në Angli. Ajo nis me një vajzë 16 vjeçare që largohet nga Kosova drejt Londrës me pak njohuri të gjuhës angleze, por me një vullnet të jashtëzakonshëm për të ndërtuar të ardhmen e saj. Vetëm 9 vite më pas, ajo u bë shqiptarja e parë që u kualifikua si barrister në Mbretërinë e Bashkuar. Sot përveç karrierës ligjore, Brikena është themeluese dhe kryetare e British Albanian Lawyers Association, VALA, një platformë që lidh juristët shqiptar në Britani, në Kosovë, në Shqipëri dhe që fuqizon brezin e ri. Është gjithashtu një zë aktiv i diasporës shqiptare për të lobuar për të drejtat e tyre, për një përfaqësim më të drejtë edhe në zgjedhje. Brikena, është kënaqësi që të kam në Ilvatare Talks. Kënaqësi gjithashtu të jam në emisionin tënd. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Mund na tregosh pak më shumë si ishin këto fillimet e tua? Kjo zhvendosja nga Kosova në Londër në moshën 16 vjeçare, e vetme, pa familje, pa mbështetje. Ishe thjesht e motivuar dhe kurioze për një jetë të re apo e frikësuar? Në fakt, arsyeja pse unë u zhvendosa në Britani të Madhe lidhet ngushtë me atë çka po ndodhte në Kosovë në atë kohë, pikërisht me mbylljen e shkollave shqipe në Kosovë. Dhe ne u detyruam si student të shkollës së mesme në atë kohë të mësojmë në shtëpi private, do thotë njerëzit të cilët i kishin hapur shtëpitë e tyre për shkollimin ton, ne u detyruam që të mësojmë në për ato shtëpi private dhe kjo ishte edhe arsyeja pse ishin prindrit e mi në fakt ata të cilët dëshironin që unë të kisha një shkollim më të mirë në një vend më të kuptohet më të zhvilluar siç ishte Anglia, më stabil ku nuk kishte probleme me shkollim. Në Kosovë përveç që mësonim në shtëpi private, shkollimi nuk ishte adekuat, mësonim 1 ose 2 orë në ditë dhe gjithmonë me atë frikën se policia serbe mund të vinte dhe të na sulmonte ose të arrestonte mësuesin dhe ne kishim gjithmonë një person, ishin njëri nga ne që
rrinte te porta e shtëpisë dhe shikonte mos po vjen policia. Kështu që kemi qenë konstant në një situatë ku gjithmonë kishim frikë. Çfarë viti ishte në Kosovë ndërkohë? Do thotë ky ishte viti 95, 3 vite para se të fillonte lufta e madhe, ato problemet kuptohet me okupatorin serb kanë qenë qysh para shumë vite para se të fillonte lufta dhe situata si cilën vazhdonte të bëhej edhe më e rëndë, më e vështirë për popullin shqiptar. Atëherë ti nisesh me veten tënde, me 16 vjeç, me pak anglisht, si që e kishe mësuar në këto shtëpi të mësuesve në mënyrë fshehurazi do të thoya, po ashtu ishte situata atëherë, dhe del një bursë, si arrin të marrësh vizën për t'u larguar? Atëherë, unë kisha fat të madh se në Angli nuk isha në fakt pa mbështetje. Kisha dajen tim, i cili me familjen e tij ishte zhvendosur në Angli disa vite më herët dhe ai mori përsipër për kujdesjen për mua dhe kam qenë pra shumë me fat. Dhe aplikova për vizë, ai më orientoi tek një shkollë afër tij dhe unë pastaj aplikova tek ajo shkollë për një vend si studente, ata më pranuan, pastaj aplikova për vizë dhe anglishten kuptohet nuk e dija kështu mirë, ishte një anglishte shumë bazike, të cilën e kishim mësuar në shkollë. Atë e mësoja vetë në shtëpi, duke përkthy librat me fjalor anglisht-shqip. Ajo ishte përpjekja ime që ta mësoja anglishten, por kuptohet që si çdo shqiptar tjetër në Kosovë, anglishtja ime ishte shumë e kufizuar në atë kohë. Kur ti ike nga Kosova dhe vajte në Angli, a kishe një objektiv të qartë që do shkolloheshe, do bëheshe një ditë çfarë dhe do ktheheshe sërish në Kosovë, si e mendoje ti jetën atë kohë? Në fakt, unë gjithmonë kam qenë e lidhur me vendin tim, me familjen time, me Kosovën dhe kur nuk e kam menduar largimin nga Kosova. Dhe arsyeja, do thotë, kur erdhi momenti që do thotë shkollimi u bë shumë i vështirë dhe i rrezikshëm për ne, atëherë unë e pash këtë si një mundësi që të studioj dhe pastaj prapë të kthehem në Kosovë. Askush nuk e dinte që do të bëhej luftë në Kosovë dhe unë e mora një vizë 2 vjeçare dhe plani ishte që të studioja vitin e 3 e 4 të shkollës së mesme, ta përfundoja shkollën e mesme dhe pastaj të kthehesha në Kosovë. Nuk kisha plane të qëndroja në Angli për një kohë gjatë. Ky ishte plani im në ato momente dhe ishte shumë e vështirë në fakt për mua largimi nga Kosova, por e dija që isha me vizë dhe që mund të kthehesha prapë në Kosovë. Kush e prishi planin? Plani u prish, por ishte një fat i mirë për mua në fakt, për shkak se lufta filloi në Kosovë pastaj dhe unë e përfundova shkollën e mesme dhe ishin prindrit, unë u bëra dhe gati të kthehem në Kosovë, por ishin prindrit ata të cilët më thanë që ishte një situatë shumë e rrezikshme në Kosovë dhe më thanë që të mos kthehesha. Dhe në fakt pas disa muajve filloi lufta, filluan masakrat e para në Kosovë dhe kisha do thotë shumë fat që prindrit më orientuan që të mos kthehesha dhe pastaj qëndrova në Angli. Në atë moment nuk e dija çfarë do ndodhte për shkak të situatës në Kosovë dhe isha atje dhe vetmja gjë që mund të bëja ishte të vazhdoja studimet që ishte edhe qëllimi për cilin kisha ardhur në Angli. Ti po e bën të duket pak e lehtë, po unë e di, kam qenë studente vetë në Angli, nuk është shumë e lehtë, është çështja e vizës, vizës studentore, duhet kurosh vendin në shkollë, duhet kesh notat e duhura, kualifikimin e dur, e kështu me radhë, duhet kesh të ardhurat për ballosh jetesën. Si po jap dilje ti me të gjitha këto? Prap kam qenë shumë e fat, për shkak se shkollimi kuptohet që për mua normalisht do të ishte me pagesë dhe ata në fakt më treguan sa ishte pagesa që duhet të kryhej. Atëherë unë i lajmërova që me letër në atë kohë, korrespondenca bëhej me letër postare, nuk ishte emaila dhe e lajmërova që prindrit e mi ishin pushuar nga puna si gjithë shqiptarët e tjerë për shkak se ishin shqiptar dhe në momentin kur ata e morën vesh që kështu ishte situata ime e familjes, ata kishin pas një mbledhje, kishin
mbajtur një mbledhje në shkollë dhe kishin vendosur që ato pagesën që unë duhet ta bëja të mos ma kërkonin. Do thotë, kisha fatin që ata më lejuan që të shkollohen pa pagesë në vitin e tretë të patëm. Kjo ishte ana e shkollës. Ndërsa sa i përket anës së jetesës, siç thash më herët, ishte daja i cili përkujdesej për mua, kishte marrë përsipër dhe isha në shtëpinë e tij, në ngrohtësinë e familjes së tij dhe kam qenë me shumë fat prap. Kështu që nuk e kisha prap atë barën e mbijetesës. Vetëm breng, si them, që e kisha në atë kohë ishte që të kuptohet të studioja dhe t'i kaloja provimet dhe të kthehesha pastaj në Kosovë. Ti vazhdoje të kishe qëllimin e kthimit në Kosovë. Po. Po ndërkohë, meqense jemi këtu, dua të ndalem pak, do të rikthehem prapë se si përfundove dhe u bëre e para barrister shqiptare. Po nga mënyra se si ti e përshkruve ishte që në moment që ti tregove vështirësitë, Kosova, prindrit të larguar nga puna, lufta ishte në derë tashmë atje, u treguan dashamirës ta hoqën fin atë tarifën e shkollës për të pranuar e për të hapur dyert. Çfarë ka ndryshuar në Angli ndaj shqiptarëve, krahasuar me këtë qasje që ka pasur fillimisht shumë dashamirëse? Unë mendoj që dashamirësia e britanezëve gjithmonë ka ekzistuar dhe ende ekziston. Kjo tregohet nga vetë fakti që janë me mijëra e mijëra shqiptarë në Britani, të cilët kanë ndërtuar një jetë të mirë, janë mirë integruar në Angli, punojnë në profesione shumë të mira, kanë biznese, dhe mendoj që sikur të mos ishte ajo dashamirësi dhe ajo ndjenja e mirëkuptimit për njerëz të cilët vinë nga një vend jo stabil, nga një vend tjetër, nuk do të ndodhte kjo, do të kishte shumë më shumë probleme. Kështu që unë mendoj që ajo kurrë nuk është larguar, ajo dashamirësia edhe gjithmonë. Anglezët e kanë gjithmonë atë, nuk besoj që ka ikur ajo, atëherë është çështje tjetër, çështjet kur dëgjohen në media apo në televizion për çështje të ndryshme, por anglezi i thjeshtë është gjithmonë një njeri i mirë, sipas mendimit tim. Nëse anglezë janë ata që kanë bërë ato deklarata të forta për shqiptarët, ministra madje, që kanë folur, që i kanë karakterizuar pak a shumë si me epitete të pahishme, të lidhur vetëm si trafikant apo që bëjnë veprimtari të paligjshme. Si mbriti kurba e kësaj dashamirësie, këtij mirëkuptimi ndaj shqiptarëve në këtë paragjykim, dhe ndoshta jo vetëm paragjykim, pa diskutim si në çdo shtet tjetër mund të ketë një kategori që merret me aktivitete të tilla. Po pse u përgjegjësua kaq shumë dhe imazhi arriti të arrinte në nivele kaq negative në një kohë jo rekord, kishin ka kalu disa vite që shqiptarët janë vendosur atje, po themi ti the 95, apo ndoshta po themi mbas 99 se tutje ka pas një val më të madhe. Si e shpjegon ti, çfarë ndodhi? Unë mendoj që kjo lidhet ngushtë me zhvillimet politike. Nuk besoj që kjo është si rrjedhoj e asaj që shqiptarët janë. Ekziston siç e the në çdo komunitet, në çdo popull, një kategori, një përqindje e vogël e njerëzve të cilët mirën me do thotë kryen krime dhe për këtë ekziston sistemi i drejtësisë. Do thotë sistemi i drejtësisë duhet të mirret me ata persona. Por mendoj që është shumë e padrejtë që një përqindje e vogël, më pak se 1% të njerëzve të komunitetit, të mirën si një shembull se si është një komunitet i tërë. Do thotë një përgjegjësim shumë i padrejtë dhe nuk askush nuk mund ta kuptoj saktësisht pse ndodhi kjo, sepse siç thash si çdo popull tjetër, ekziston një kategori e vogël e njerëzve që kryejnë krime por kjo nuk ndodh zakonisht me popull tjerë. Ke për shembull njerëz që janë nëpër burgje nga çdo kombësi dhe zakonisht nuk i sheh titujt e gazetave me kontësitë e tyre. Dhe pse kjo ndodh, unë besoj lidhet është një çështje politike, lidhet me një çështje që ndodhin. Mendoj lidhet me politikën ngushtë. Shqipëria synon kuptohet që të hyjë në Unionin Evropian dhe ka do thotë kuptohet është një shkallë shumë do thotë një hap i madh që ajo duhet ta tejkalojë, ta arrijë për të arritur deri në Unionin Evropian. Dhe më i vogli lajm
për probleme të cilat ndodhin pa marrë parasysh në çfarë sfere të jetës, ato i ngjiten pastaj kuptohet të gjithë popullit shqiptar, e cila është shumë e padrejtë dhe e cila sipas mendimit tim nuk ishte dashur kur të Ti ndodhë. rrihet deri aty. Pra është amplifikuar e keqja dhe jo e mira, se mund të ishte amplifikuar për shembull fakti që ti je barrister në Londër. Edhe shumë shqiptar të tjerë që unë njoh atje dhe ti me siguri bashkë me shoqatën Bale që është krijuar që do të pyes më pas, është ajo që thua pak a shumë narrativa që media i jep më shumë zë. Mund të zgjidhte ty dhe përfaqësues të tjerë të arrijër atje dhe jo vetëm ata që përbëjnë një kategori të caktuar. Tani kthehemi pak tek barrister. Unë i mbaj mend ditët e mia në Londër dhe e di që barrister nuk është një titull i lehtë që e merr atje, madje si në çdo vend tjetër sërish duhet ta theksojmë se ndonjëherë i marrim të mirëqenia demokracitë më të zhvilluara i mendojmë që janë perfekte, nuk kanë asnjë gabim, po sigurisht kudo ka defekte, siç mund të jetë për shembull një ambient pothuajse si barristers kanë qenë pas konsideruar, po ti ma konfirmon nëse është kështu ende rasti, një shtresë e privilegjuar, kryesisht e dominuar nga meshkuj dhe nuk ishte e aksesueshëm si profesion. Aq më tepër për dikë një refugjat që vjen fillimisht si student me një anglishte të mësuar vetë dhe më pas arrin deri në tempullin e drejtësisë në Britani. Si e dole ti? Në fakt është shumë interesant për shkak se të gjitha këto që i thua, unë në fakt kam qenë shumë pak e vetëdijshme rreth faktit që fillimisht ose historikisht profesioni i barrister që është për publikun ta qartësoj që është në Angli janë dy lloj avokatësh, barrister që është avokat që mund ta quajmë si avokati i shkallës së parë dhe solicitor që është mund ta quajmë si avokati i shkallës së dytë. Dhe solicitor zakonisht mirret me përgatitjen e rastit, ndërsa kur vjen puna në gjykat, të shkoj rasti në gjykat, atëherë kalon rasti tek barrister e avokati i shkallës së parë. Ku ishe dhe çfarë ishe duke bërë kur vendosi që ti do bëhesh barrister? Siç e thash, unë nuk isha në dijeni rreth atij dominimit të meshkujve në profesion dhe klasës që dominonte, por unë isha duke punuar për një firmë avokatore, se në momentin kur e përfundova shkollën e mesme dhe nuk munda të kthejmë në Kosovë, atëherë nuk munda as të shkoj në universitet, edhe pse kisha vendin do thotë të konfirmuar në universitet për studime, për shkak se më kërkoshin ajo pagesa si studente e huaj, dhe me që nuk kisha status në Britani. Atëherë unë u detyrova që ta marr një vit pushim nga studimet dhe ndërkohë ishte një familje në atë kohë vinin shumë refugjat nga Kosova për shkak të situatës në Kosovë. Dhe ishte një familje që më kërkoi ndihmë që t'i përktheja tek një intervistë që e kishin me avokatën e tyre për çështjet e tyre të imigracionit. Dhe unë kur përktheva në fund të asaj interviste, avokatja e cila kishte firmën e saj më ofroi punë në firmën e saj si përkthyese. Dhe aty ishte ajo përvoja ime e parë me drejtësinë me një firmë avokatore e cila merret me çështje me raste do të thotë imigracioni, të cilat preknin drejt për drejt ato të drejtat e njeriut dhe kur isha duke punu aty, atëherë unë e vreja mënyrën se si ata avokatët aty që ishin në firmë, që ishin të shkallës së dytë, i referoheshin avokatëve të shkallës së parë, barristers. Do thotë i referoheshin e përmendin me një respekt shumë të madh dhe shumë të mirë, dhe kjo ishte edhe arsyeja që vështyri të bëhem barrister dhe jo solicitor, do thotë thjesht nga ai duke parë respektin e madh që ata kishin për barrister, dhe thash atëherë unë do ta zgjedhej këtë profesion dhe isha totalisht pa informuar, e pa vetëdijshme se çfarë sfidash apo çfarë vështirësish mund të kishte, dhe thjesht i mora ato detajet se çfarë procedure, çfarë proceses unë duhesha t'i ndiqja në mënyrë që që të kualifikoja si barrister. Dhe
ky ishte momenti kur vendosa, do thot gjatë punës në atë firmën avokatore, aty vendosa që ta marr këtë rrugën e avokatit të shkallës së Në parë. jetë do isha ajo zonja që do i respektonin aq shumë si barister. Deri këtu jemi shumë në rregull. Më trego momentin më të vështirë gjatë rrugtimit deri kur u konfirmove si barister. Qoftë ky edhe një paragjykim apo diçka që vërtet të ka mërzitur dhe ke thënë ndoshta kam bërë gabim që e provova këtë. Në fakt nuk ishte një diçka e veçantë, ishte thjesht fakti që kishte shumë konkurrencë dhe në mënyrë ajo pjesa më e vështirë e kualifikimit edhe për avokatin e shkallës së parë dhe të dytë është gjetja e trajnimit apo stazhit, për shkak se ato pjesë në universitet, do të thotë shkallën e parë dhe të dytë ato i përfundojnë thua një numër shumë i madh i atyre që dëshirojnë të kualifikojnë, por në fakt ajo pjesa e gjetjes së trajnimit është më e vështira, për shkak se numri është shumë i kufizuar i vendeve për trajnim. Dhe sidomos edhe për barister, se për barister do thotë janë rreth 15.000 barister në tërë Britaninë e Madhe, ndërsa solicitor janë rreth 150.000 me sa e di. Dhe nga këta 500.000, sa janë gra dhe sa janë burra? Ka një ndarje? Nuk i kam shifrat e sakta, por në fakt numri është duke u rritur, secilëherë në krahasim me si ka qenë më herët. Besoj që është ndoshta më shumë se 1/4, por ata persona që hyjnë në profesion, që dëshirojnë të hyjnë, në fakt është si e njëjtë ajo përqindja, 50-50, ata që konkurrojnë do thotë, ai momenti më i vështirë, do thotë e para në fillim ka qenë kur ka marrë në Angli ka qenë gjuha, po pastaj me kalimin e kohës atë nuk e parë si një sfidë shumë të madhe, për shkak se vetëm ajo më përmirësoi secilën herë, por momenti më i vështirë ishte kur ai procesi i aplikimit për trajnim dhe isha e ftuar në shumë intervista nga firma të ndryshme dhe ishte një proces 1 vjeçar gjatë cilit unë do thotë u intervistova nga shumë firma dhe në fund kishte rezultati ishte jo. Ata nuk jepnin arsye, do thotë thjesht thonin po ose jo. Tani ndoshta është pak më ndryshe procesi, mund të kenë edhe pak feedback, por në atë kohë do thotë nuk ishte dhe ishte thjesht jo, ishte do thotë kaloja në raundin e dytë të intervistave dhe në fund pastaj ishte jo. Kjo ishte edhe nuk do thotë tash mund ta imagjinosh, një firmë avokatësh e ofronte vetëm një vend për trajnim. Tash mund ta imagjinosh, aty aplikon me qindra e qindra studentë. Kështu që do thotë ajo ishte periudha kur unë thash ndoshta nuk mund ta bëj këtë, për shkak të kuptohet deri tani ky ishte rezultati dhe ishte në fakt një shoqe në universitet e cila më tha ti nuk mund të dorëzohesh, tha Brikena, tha se je shumë e afta, nuk mund të dorëzohesh. Ajo në fakt ishte me kombësi polake, por kishte jetuar në Angli për një kohë të gjatë dhe ajo ishte në universitet me mua dhe atë e njihja nga fillimi i studimeve dhe ajo më tha ashtu, por në fakt në intervistën e fundit kur edhe thash unë nuk do të vazhdoj më tutje, ishte në fakt nëna ime e cila më tha duhet të shkosh ta se ndoshta këtu e merr. E aty në fakt ishte ajo intervista e cila rezultoi në një ofertë. Por më pas në fakt unë i pyeta se pse më kishin zgjedhur mua dhe ata më thanë se në fakt gjatë intervistës duhej ti përgjigjesha edhe një pyetje rreth një rasti kështu imagjinar të cilin ata e kishin përgatitur dhe më pyetën se si unë do të mirresha me rastin, sikur të isha avokate në atë rast dhe në fakt unë ju përgjigja dhe pastaj ata thanë që unë isha e vetmja që isha përgjigjur në mënyrë korrekte asaj pyetje, kështu që po të njëjtën kohë kisha edhe notën e lartë të universitetit të diplomës, ndoshta edhe ajo e ka luajtur rolin e vet, por në fakt aty isha e vetmja që e mora edhe trajnimin. Ishte vetëm një vend për trajnim për barister dhe unë isha ajo që e mora.
Dhe si gjithmonë nëna me instiktin e saj ka thënë shko ku intervista, mos u dorëzo dhe aty ndodhi. Ai fati që fillimisht trokiti nder me familjen që tha hajde më përkthe pastaj, duhej dhe nëna që të vendoste deri në gurin e fundit të karrierës. Ta shpjegoj pse nuk desha të shkoj në atë intervistë. Ishte për shkak se ishte në veri të Anglisë, ishte pak larg edhe thash atëherë edhe ajo do të jetë i njëjti fat si këto tjera. Atë bile nuk do të shkoj, nuk do ta marr atë rrugë të gjatë. Dhe kjo, kështu ishte, do thotë. E kjo ishte arsyeja pse unë nuk doja të shkoja, ndërsa nëna më tha shko. Kështu ishte. Por në fakt arsyeja e vërtet mendoj është që ti dhe përgjigjen e duhur. Pyetjes imagjinare të ekipit aty, kështu që në fund vërtet është fati dhe është rrjedha që të merr, por është dhe zotësia. Është aty ku takohet zotësia me fatin. Edhe këmbgulja mendoj, është më Edhe këmbgulja të mos hiquri dorë nga ajo ëndra që ti pate që të bësh ajo zonja e rëndësishme që të shikonim në këtë profesionin si barrister. Çfarë vizioni pate ti kur krijove British Albanian Lawyers Association dhe çfarë synon me të? Po, atëherë në kohën kur unë kualifikova si barrister, në fakt nuk ishte të tjerë shqiptar në atë profesion dhe komuniteti shqiptar ishte relativisht i ri. Unë kualifikova në vitin 2005, ndërsa shqiptarët filluan në mënyrë masive të vinë në vitin 98-99, kështu që rreth 6 vite ishte një komunitet relativisht i ri dhe gjithmonë që nga fillimi kam pas kërkesa nga komuniteti për udhëzime, për ndihmë ligjore dhe me kalimin e kohës fillova dhe të dëgjoj raste kur anëtarët e komunitetit binin pre e mashtrimeve të ndryshme nga njerëz të cilët paraqiteshin si avokat, por ata ishin ndoshta përkthyes apo ndonjë profesion tjetër dhe i merrnin shuma të mëdha parash pa rezultat në rastet e tyre. Pastaj me kalimin e kohës fillova të takoj shqiptar të tjerë që filluan të kualifikohen si avokat edhe të shkallës së parë edhe të dytë. Gjithashtu që nga fillimi kam pas gjithmonë kërkesa nga studentët të cilët kanë dëshiru ose dëshirojnë të bënë avokat dhe kanë kërku udhëzime. Po të njëjtën kohë dhe në Kosovë dhe në Shqipëri gjithmonë e kam ndje atë obligimin, atë detyrën që të japi kontributin tim në përmirësimin e sistemit atje edhe të ligjor. Unë fillim kuptoj nuk e dija që do të studioja drejtësinë që nga fillimi, por mendoj që pothuaj çdo shqiptar dëshiron ta shohë Shqipërinë dhe Kosovën më mirë se që e ka lënë dhe me kalimin e kohës shija që edhe në Kosovë dhe në Shqipëri kishte nevojë për përvoja, për shkëmbime përvojash me profesionistë të fushave të ndryshme e sidomos në drejtësi në vende tjera. Kështu që u bën të gjitha këto nevoja, të cilat i pash, të cilat do thot i pasin një arsye që ta filloj shoqatën dhe duke marrë parasysh që nuk ekzistonte një shoqatë e tillë. Dhe përveç BALE-s, British Albanian Lawyers Association, ti je gjithashtu edhe në Këshillin Koordinues të Diasporës në Shqipëri, ke kontribuar, lobuar për të drejtën e votës së diasporës në Shqipëri. A je kënaqur me çfarë është arritur deri tani dhe do të ketë një tjetër summit pas pak në Tiranë, pas pak kohësh. Këto nisma, këto iniciativa i shërbejnë realisht diasporës, a shikon një ngjallje të interesit të shqiptarëve në diasporë, aty në Angli ku je ti apo në vende të tjera, që e shohin Shqipërinë si një vend që duan të kontribuojnë për të, apo ta shohin si shpinardhshme të rikthehen atje? Diaspora është një thesar të cilin duhet ta shfrytëzoj edhe Shqipëria dhe Kosova. Edhe mendoj, kur them Kosova, Shqipëria, flas për qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë. Institucionet që janë krijuar që lidhen me diasporën, janë krijuar relativisht vonë, mund të them. Këshilli Koordinues i Diasporës u krijua në vitin 2019 në bazë të ligjit për diasporën 2018. Dhe së bashku me këshillin janë krijuar edhe disa institucione tjera, siç është Agjencia Kombëtare e Diasporës dhe disa të tjera që lidhen me diasporën, që si fokus e kanë diasporën. Unë mendoj që ky është një hap i mirë, duke marrë parasysh që diaspora është një koncept i ri jo vetëm për Shqipërinë, por për shumë shtete
të botës, shumë qeveri tjera. Shqipëria në fakt është një ndër vendet e para që ka kriju institucione të posaçme për diasporën. Unë mendoj që është një hap shumë i mirë. Ne si institucion, si Këshill Koordinues i Diasporës, jemi do të thotë punojmë në bazë vullnetare dhe nuk jemi do të thotë të punësuar dhe nuk jemi me orar të plot siç janë kolegët tanë që janë në institucione në Shqipëri, por ne kemi bërë atë pjesën tonë e cila do të thotë si qëllim Këshilli Koordinues i Diasporës si mandat ose përgjegjësi e ka përfaqësimin e diasporës shqiptare, interesave të diasporës shqiptare në mbar botën dhe shërben si një ulëse në mes të diasporës të institucioneve. Gjithashtu për detyrë kemi të identifikojmë problemet me të cilat përballet diaspora dhe të japim propozime rreth zgjidhjes së atyre problemeve institucioneve në Shqipëri. Këto mendoj i kemi bërë sipas mundësive tona gjatë këtyre viteve, duke marrë parasysh që jemi 15 anëtarë të shpërndarë në vende të ndryshme të botës. Kemi një takim vjetor me krerët e institucioneve në Tiranë, ndërsa rregullisht mbajmë takime online dhe mendoj që puna më e madhe që kemi bërë deri tani ka qenë vota diasporës, që ka qenë një arritje e madhe, mendoj për Shqipërinë si shtet, për shkak se tani Shqipëria është në mesin e vendeve të shumta të cilat e mundsojnë votën e diasporës. Nëse tani është duke dëgjuar podcastin Ilva Tare Talks një 16 vjeçare shqiptare që mund të jetë në përbot, mund të jetë në Shqipëri, në Kosovë diku, çfarë do t'i thojë ti? Përpara se ajo të marrë një vendim se çfarë do të bëhet kur të rritet një barrister i ardhshëm, çfarë duhet ketë parasysh? Mendoj që kryesorja që duhet ta bëj çdo i ri është që ta kuptoj se çka dëshiron të arrijë në jetë, po mendoj çka të bëhet, se ndoshta në jetë është pak herët të dihet, por kuptohet ka dhe të tillë që e dinë edhe në moshë shumë të re se çka duan nga jeta. Mendoj që ajo është e para që të vendosin se çka duan të bëjnë, në çfarë fushë duan të fokusohen. Ndërsa sa i përket mundësive, mendoj që vendi nga vjen, do thotë është nuk është me rëndësi për shkak se çka është me rëndësi është ajo që dëshiron ta arrish dhe me punë dhe përkushtim çdo gjë arrihet. Më bukur se kaq nuk mund ta thoje, vetëm punë për kushtim, sepse ti në fakt edhe vetë historia jote është historia e ekselencës, po edhe e këmbguljes, edhe e qëndrueshmërisë, e resilience dhe ishte shumë kënaqësi që bisedove me mua sot. Falenderoj shumë dhe urime për gjithçka. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi gjithashtu. Faleminderit.